Kryetaria Mimoza Kusari Lila e ka njoftuar shefin e misionit të OSB Schlamberger për 100 ditët e para të qeverisjes, si dhe sfidat për planet dhe për zhvillimin ekonomik lokal. Mandej është diskutuar rreth kthimit të zhvendosurve, integrimi dhe mirëqenia për ta, si dhe për një mori çështjesh me interes për komunën e Gjakovës. U vu theksi edhe tek fakti se kemi arritur si komunë një standard të ri, u përmend prap ajo që qytetarët e komunës së Gjakovës për herë të parë në historinë e Kosovës dan votën një kryetare femër dhe kjo ka vendosur themi një kriter i cili tashmë nuk do të jetë i veçantë, po shpresojmë që të jetë i zakonshëm dhe të kemi më tepër kryetare femra në zgjedhjet e ardhshme lokale. Shefi OSB-s Schlamberger ka potencuar se mbështetja e OSB-s në të gjitha fushat do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Gjatë bashkëbisedimit me kryetaren Mimoza Kusari Lila kemi shkëmbyer ide për shtimin e pjesëmarrjes së grave në politikat vendimarrëse publike, si dhe për krajen për rinin dhe femrat përmes forumeve të tyre, si një gjë shumë të cilësuar, po ashtu diskutuam edhe për integrimin e minoriteteve, posaçërisht të komunitetit raje, ndërkohë që edhe zhvillimi ekonomik si një çështje me rëndësi të madhe për qytetarët e komunës së Gjakovës ishte temë diskutimi. Por shtoi Schlamberger, duke e pasur parasysh faktin se tani Gjakova ka një kryetare femër, sigurisht se përparësit mendojnë se do të jenë më evidente.